Qytetarë, ju lutem mos u merrni me batutat e Edi Ramës për shpinën e kundërshtarëve të vet politik kuvend. Gjithçka është një tymnaj për t'ju hequr vëmendjen nga problemet e vërteta ekonomike dhe politike të vendit. Gjëja më e rëndësishme për diskutuar sot është buxheti i vitit 2026 dhe Edi Rama sot përsëriti gënjeshtra dhe dokra, të cilat unë dua t'i trajtoj një nga një. E para, Edi Rama tha se është normale të vidhen fondet e bujqësisë pa thënë vërtetën e qartë se Shqipërisë i janë ngrirë 112 milion euro për shkak të abuzimeve me fondet e Bashkimit Evropian për bujqësi. Pra ato fonde që duhet u shkonin fermerëve thjesht i kanë marrë patronazhistët e pushtetit kudo nëpër Shqipëri. Edi Rama po ashtu gënjeu kur tha se Shqipëria është nga ato vende ku të pasurit paguajnë më shumë taksa se të varfrit. Kjo nuk është fare e vërtet, sepse vetë Rama nëpërmjet konceptit të paqes fiskale ka pranuar se në Shqipëri është bërë nami me evazionin fiskal pikërisht nga korporatët e mëdha dhe më të pasurit. Për këta, Edi Rama ka propozuar falje të borxheve, falje të taksave, për asnjë nga ne nuk është kujtuar ndonjëherë qeveria që të falë bie fjala faturën e ujit pa paguar apo faturën e energjisë elektrike të papaguara. Për bosët e mëdhenj, për oligarkët, jo vetëm do të falen deturimet e vjetra, po do të vazhdoj edhe politika e zero taksave. Po ju kujtoj se ata që ndërtojnë hotele me 4-5 yje në Shqipëri, që janë më të pasur, janë ndërtuesit më të pasur, janë oligarkët që janë ka pushtetin, edhe në vitin 2026 do vazhdoj tatimi i fitimit zero. Ndërkohë që TVSH-ja, tatimi mbi vlerën e shtuar, do të jetë 6%. Kur një pensionist blen bukën, paguan 20% taks për çdo bukë që blen, për çdo shishe kosi që blen, ndërkohë që oligarku që do ndërtoj hotelet mëdha, që do fitojë në mënyrë marramendse miliona euro çdo vit, do të vazhdoj të paguaj vetëm 6% tatim mbi vlerën e shtuar. Për pensionet do dua të flas një video tjetër sepse kam merak ta sqaroj deri në fund gënjeshtrën e radhës të Ramës dhe të Taulan Ballës. Ama mos harroni diçka. Kjo është një qeveri që përveç se vjedh ore çast, përveç se ka kryeministët korruptuar, zëvendës kryeministët korruptuar dhe nën hetim dhe nën akuzë nga SPAK-u, është edhe një qeveri që përpiqet na e shes dhe të na jap çdo ditë sapunin për djath. Është detyra jonë si parti politike të sqarojmë qytetarët që Edi Rama mashtron, nuk ka asgjë për ju ky buxhet, ka vetëm për të, për oligarkët dhe për ministrat e korruptuar.